Përshëndetje nga Tirana. Sot do të flas për një temë që nuk shihet lehtë, por ndikon në jetën tonë. Sot do flasim për programet emocionale të trashëguara nga paraardhësit, nga prindrit tanë, akoma dhe nga jetët e kaluara që trashëgohen dhe ne I mbajmë ato sikur janë të vërteta. Dhe gjithçka nga këto I mbajmë si të vërteta pa vetë dije. Dhe ndaj gjithmonë kur do më dëgjoni mua që flas, disa gjëra mund të mos I kuptoni sepse nuk flas asnjëherë për karakterin, por për në ndërgjegjen tonë, ajo që është 95% të mendjes tonë, jo vetëm 5% I karakterit tonë. Shumë nga ne u rritëm në familje që emocionet nuk shpreheshin, nuk I njihnin emocionet dhe ne nuk I njohim akoma emocionet. Nuk shpreheshin lirshëm, nuk na lejuan të qajmë, të qeshim kur ishte për të qeshur dhe shpesh ka qenë shumë e theksuar gjykimi, kritika dhe gjithmonë kemi shikuar jashtë nesh dhe jo brenda nesh. Kemi rojtur për të tjerët. Gjithashtu, edhe dashuria, një emocion që është kryesor për të gjithë ne kur mungon dhe nuk shprehet lirshëm, ajo na bën që ne të mbyllemi në vetvete dhe të hyjmë në rolin e viktimës, gjithashtu të mendojmë që ne nuk meritojmë dashuri. Dhe kështu, akoma dhe ne kur kemi qenë fëmijë, akoma dhe fëmijët tanë sepse jemi prindër, kur ne nuk shprehim dashurinë, kur ne I hyjmë në kritikë, nuk vlerësojmë veten tonë, atëherë na krijohen programe të ndërgjegjes tonë. Nuk jam I mjaftueshëm e mjaftueshme, nuk meritoj dashuri. Dhe gjithashtu duhet të jem perfekt, duhet të jap gjithçka tek të tjerët që të marr pak dashuri. Dhe shumë e shumë programe të tjera që janë në ndërgjegjen tonë. Janë bërë bindje të cilat janë trashëguar, por erdhi koha që ne t'i shijojmë, t'i shikojmë dhe jo më t'i kundërshtojmë, t'i refuzojmë. Dhe I vërteta është që ne rritemi me të gjitha këto betime, me të gjitha këto besime që kemi kujtuar që jemi në këto besimet, këto programet, dhe këto nuk zhduken, por rriten bashkë me ne dhe kështu ndikojnë në familjen tonë, ndikojnë tek ne në anën personale dhe ndjejmë sikur s'kemi dhe vetbesim të plot, nuk meritojmë, nuk jemi të mjaftueshëm dhe krijojmë marrëdhënie me partnerë të tjerë, me shok, me shoqe në biznes kudo, duke I patur këto programe të brendshme dhe fillojmë dhe funksionon jeta jonë në bazë të këtyre programeve. Dhe më e bukura është që të gjithë ne njerëzit, pavarësisht se kemi të fshehura këto në ndërgjegje, nuk duam, I refuzojmë, nuk duam të shprehemi dhe bëjmë ata njerëzit e fortë, sikur ne nuk kemi asgjë nga këto, jemi rritur me prindër perfekt, jemi rritur pa këto besime, sikur meritojmë dashurinë dhe shumë e shumë, do të thënë sillemi në anën e kundërt. Pse? Sepse na thanë që duhet të jemi të fortë. Sot jam këtu para teje që të them që shërimi vjen me pranimin, me vetëdijen, kur ti mëson që vërtet këto programe I ke, I pranon dhe mos gjykosh veten tënde. As të gjykojmë prindrit, paraardhësit dhe ti kritikojmë të rim në kritik, por erdhëm këtu të bëjmë shërimin. Të gjitha këto programet nuk I nxjerr nga mendja ime. Në radhë të parë I kam përjetuar, I kam shëruar, vazhdoj rrugtimin në këtë drejtim të shërojmë plotësisht, sepse dhe unë jam pjesë e një familje që u rrita në disbalancë, kam ardhur nga paraardhës që dhe ata kanë qenë në disbalancë dhe kjo është jeta toksore. Nuk jam këtu as të kritikoj, as të gjykoj as njëri nga ju, as njëri nga prindrit, nga paraardhësit, nga gjithçka, sepse e di shumë mirë që këtu në tokë ne evolojmë duke kaluar në për këto programe, në për këto gjykime, në për këto vuajtje, në për këto trama, në për këto frikra, se të gjitha këto
Chelsea është në tramat tona. Por kjo është jeta. Kjo është matrix, si që themi. Unë jam këtu për të thënë me zë të plot që ti mund të dalësh nga kjo heshtje, mund të flasësh, mund të pranosh, dhe unë jam këtu me përvojën time personale, me metodat e ndryshme që të bësh çlirimin tënd nga të gjitha këto bindje dhe programe, sepse të gjithë jemi një. Dhe këto programe nuk janë vetëm të çdo njërit nga ju, po janë të gjithë kolektivit. Ndaj është shumë e rëndësishme që ne të punojmë tashmë si kolektiv dhe të pranojmë njëri tjetrin, akoma dhe atë që shikojmë si një pjesë jashtë nesë. Sepse ajo që shikojmë jashtë nesë është pasqyra jonë. Për të gjitha këto jam programe të ndryshme që mund të punosh në individ, por gjithashtu programet dhe terapit në grupe janë ato që do të ndihmojnë të shkosh përpara dhe të gjithë me një energji të plotë mund të lirojnë nga të gjitha këto vuajtje, dhimbje, betime, bekime, premtime, mallkime dhe shumë e shumë të tjera. Të këthesh vuajtjen tënde, dhimbjen tënde në forcë, por jo në forcë duke qenë pushtet, arrogancë, por në forcë të brendshme, në dashuri të vërtet dhe në siguri shpirtërore dhe siguri financiare, sepse ne si shqiptar, po dhe në të gjithë botën, këto në ka munguar. Ndaj, që të vijë harmonia, dhe kjo është misioni im si merit, ne duhet të shikojmë qetësinë brenda nesh, të gjejmë sigurinë brenda nesh dhe kështu vjen bashkëpunimi me njerëzit e jashtëm. Dhe këto e bën sistemi përfaqësik transformues 333, duke punuar me veten në grupe dhe në individ që të gjesh veten. Nuk po të them që ky udhtim është i lirë dhe i lehtë. Ky udhtim është për ditë edhe nga një hap, për ditë dhe nga një hap, dhe pranimi, vetëdia, zgjidhja çfarë dua të bëj dhe vendimi që të marr hapa dhe të bëj veprim, të shkoj përpara, është zgjidhja, është shërimi. Ti që më shikon, më dëgjon në kjo video, a do të bësh pjesë e komunitetit të grave, e komunitetit të burrave, e komunitetit të fëmijëve që je i plagosur dhe të shprehsh emocionet e tua? Unë kam metoda të ndryshme që të ndihmoj, po ti a je gati të ndihmosh veten tënde? Dhe kjo është thirrja ime personale, si merit, por në të njëjtën kohë si një shpirt që ka ardhur me një mision për të sjellë harmoni ndërmjet njerëzve, po e para duke e gjetur brenda meje. Dhe këtë e kam bërë dhe e bëj për ditë, por do ju donja dhe ju si bashkëpunëtor, se të gjithë së bashku mund të bëjmë një dritë të madhe dhe mund të sjellim dritën në Shqipëri. Ju dua shumë, ju faleminderit të gjithëve që për besimin tuaj, të gjithë njerëzve që ndihmuan dhe këto ditë. Falenderoj të gjithë personat që ishin në retreat dhe më besuan dhe bëm një punë të shkëlqyeshme, edhe rezultatet u duken thjesht këto ditë, por në të njëjtën kohë do duken dhe me kalimin e kohës a shumë më tepër në thellësi. Në qoftë se dhe ti që më dëgjon dhe më shikon, do të bësh pjesë e këtyre komuniteteve, akoma dhe të ju fëmijëve që të shprehni emocionet, mund të më shkruash në Viber, Telegram, WhatsApp tek telefoni 0030 699 321 46 37. Dhe për ju të tjerë që doni të më shikoni dhe nga afër jam akoma në Tiranë, dhe nesër në mëngjes do jem në orën 10:30 live tek emisioni Janila Çelës tek Vision Plus. Ju dua shumë, ju përshëndes dhe mos refuzoni, mos e mundoni veten, mos e fshini veten, se çdo gjë që bëhet për të mirën tonë, për transformimin tonë, asnjë gjë tjetër. Ju dua shumë, jemi shpirtra dhe jemi të gjithë njësoj.